Kur t'luan Gjermania, atë ditë fitoj 7-1, sa t'jeni gol ti dush mi qit 100 birra më herë. Deri në 300 pica në ditë i bëjmë. Jo. 12 deri në 3 gjys, është me taks tishe, do me thonë një picë kushton 20 euro, kushton 9.30. Am kallëzën deri në sa ka ndodhë me i bo bakshesh më rana një dite. Maksimumin e herë që e ke prej. 1.000 euro. Okej, jemi në Shulta Plac në Hamburg, njerëz do me thonë që 2-3 ditë unë jam knej absolutisht një për qyteteve të mia të preferume. Po që sa ndodhe tash, te Il Camino pronari është shqiptar, është Valentini, është shoku jam, unë e erdha me vizitu këto, do me thonë Il Camino edhe La Dolce Vita, pizzeria do me thonë i ka njep, qysh me thonë, gjallëri kësoj rrugë, lezet me të ponë Hamburga. Hej, Valentin, Il Camino dhe La Dolce Vita, do me thonë i njëjti pronar. Ti je pronari. Po, në fakt Bobi ka optë lokalet, në dhe vllavi që vazhdojmë traditën. Që sa është Valentin, që sa i keni këto lokale? Po do më thonë lokalin e pare këna opë vitin 2004, tani dytin 2008, edhe që kjo është i optë që tash. Momentalisht e kemi Il Camino dhe La Dolce Vitën këtë. E të kujtohet qysh ka qenë këto ma herët, se unë fola me ogjën tënë, na tregoj që ma herët këto nuk e ka pas që të lloj gjallëria, do me thonë që to është rruga kryesore edhe mas shumë ti që po ka njerëz, po ka që to, sidomos gjatë kohës të lojve. Do me thonë kërë dhe o gjem këtë, më belon ka njerë që ditëna, se ja ka dosht shumë, do me thonë, kjo rrugë që tu u konë tramvaji, edhe kjo nuk u konë qështu plaza, nuk u konë shesh. Më thonë këna gudzu vetëm tavelinat e para mi qitë, edhe unë konë 4 tavelina. Sumë të paramenoj me 4 tavelina që të se... Në fakt edhe tramvaji u konë qëtë. Jo, që tu ka kalu tramvaja. Edhe mas një vjeti 2, Komuna Hamburgut ka vendosë me bo këto si shesh, edhe në fakt ne kanë leju terrasat një homë. Ogjë jam edhe Arturi ka nop lokalet e para. Këto Arturi është mik i shtëpisë, është portugez, Arturo Fernandez. Okej, Arturo Fernandez. Shkon për fytyrë emri. Po, edhe më thonë ka fillu gjithçka tash. Kallëzëm La Dolce Vita tash edhe Il Camino. Çka sot dallojmë? Po, Il Camino fantastike. Kjo është një prej restorane më legjendare në këtë rrugë, domethënë. Ka njerëz që thonë po shkojmë te rruga e Caminos. Apo, a është shumë moti, a është prej para Il Camino në këtë rrugë? Po, në fakt është e dyta. E dyta? Po. Okej, hej, që farpomje po ta jap një pubish vibe, është pub Valentin, se s'po di qysh me quj. Në fakt në gjithë ju thëm njerëzve që lokali deri në ora 8 restoran, po në ora 8 bëhet pub. Ç'kemi, qysh jetë, çka po marrën këto? Ja, po marrën një picë tonfish. Po, a një picë, me çka është kjo? Me tunë edhe qep. Me tunë edhe me çka? Me qep. Edhe me qep? Po edhe qek oregano. A ma bën ma vonë edhe munja që se ti për e shesh me vodokot. Tjetër si jo. Wow, okej. I boft mirë, klientit. A Valentin, qa ka në menu? Më thonë na jena bot famshëm këtë, për picën e furrës të gurit, më thonë po. Qëto është pizza, do me thonë? Është kjo pizza e furrave që është maksimum 320 gradë, njërën këtë 400 gradë, shkon dhe pizën për 5 minuta e ke gati. Okej, e që kjo Il Camino e ka emrin? Po, varet që është furra e pizzës kjo në regull është, prandaj Camino është dhe kjo shkon automatikisht. A prej qësoj e ka morë emri lokali Il Camino dhe furrën e ka El Camino. Okej, interesant koka. E a është pizza produkti ma i shitëm këto? Po, pizza është më e shitëm. Me kërkushme deri në 300 pizza në ditë i bëjmë. Jo, 300 pizza në ditë? 150-300 i ke si kur gjon. Veç edhe pastat kënë t'jash zakonshme. Edhe pastat i ka të mira, po edhe pizzat janë. Për gjithë shka është këtu e mirë. I ka i tje? I Tetovës jam. Që soj e këto? Që 15 vjetë. Qysh do këtë, qysh është jeta në Hamburg? Jerë këta është në Hamburg shumë e mirë, vetëm nëse dish të menaxhosh. Po s'dite të menaxhosh nuk o e mirë. Rreq atje ku je. Rreq atje ku je. Po të pengoj mo, pa i mderet. Valentin, 300 pizza në ditë i shetni, do me thonë. Na e këna jena bot famshëm që të rrugë me shkaku i pizzës, do me thonë. Pizza kryesisht, po edhe pastat bre unë i provova t'jash zakonshme kënë. Ka jo që maqita arrabbiata. Qa ke? Pene arrabbiata, pene pesto, kek solcat i bojna fresh, krejt i bojna vet, kur gjë nuk është e bleme. Me thonë 3 tradita për ditës që ka fillu, nuk ka ndryshu kërë, është një farë rutine që këtu veç vazhdojnë edhe nuk diskutohet kërë. Apo, a importonit në i produkt prej Kosovës ose Shqipnis? Shumë sene, do me thonë, është i vetë me ven ku më nëshmi angër domatet e Shqipnis është e na. Apo? Do me thonë i merë domatet më të mira që në Shqipëri, na i kemë, furnizohem çdo javë, çdo muj me to, edhe i kemi për shembull. Vojnë e ullirit e kemi dorën e parë fresh,
Gjitha për Shqipërisë. Krejt për Krejt Shqipërisë, për Shqipërisë. Në fakt kem shumë miq atje që e bojnë të mundshme që na mi pos ato. Kështu që Okej. Do me thonë rruga në Hamburg kur vene, rruga e qefit. S'po voli për asnjë lloj qefi. Se e di që me njerë ju shkon menja që aty, po me pi, mu knoq, me have fun, shumë rini, po ko mixed klientelës, unë do me thonë që 2-3 dit nuk e kom ndru, veç që to kom nejt, La Dolce Vita. pak e ka dhe konceptin e supermarketit italian. Në fakt, më nësh më ardhë me ble tulifar për shute, më nësh më ardhë me ble krejt llojet e djathit, mortadella. Qato produkte do me thonë që i qitni ju në pizza mujnë edhe mi ble veç e veç. Krejt me ardhë mi marrë në market këtu edhe mi ble, do me thonë. Të kohit vinë prej cilit ven? Në fakt, ka shumë importues italian këtu që i marrë mortadellat, salamat, djathat, edhe më thonë kjo është që një vetë u hapë edhe definitivisht as nuk e kena prit që ka me konë që është pas një viti, jena ka njerë po mes. Edhe pas një qelë në gjithë që të, do me thonë. Qa ko këtë që s'ka të Il Camino? Këtu më do këtë që kur t'ish mrena edhe t'ullësht ta jep një farë sa do që është restorant, ta jep ndjenjën e një barit që më nësh më ullë me pi një koktel më gjenë, më nësh më ullë me pi një grapat mirë, kështu që jena kujdes që jo me na marrë vitë restoran, se vjen ora 8, njerës kur hinë mrena, barin na kujdes me bu shumë të bukur edhe për një mena ka dojë fantastik. Tepër nice. Tepër nice. Një për shonkëve ma funksionale që më nësh me gjithë. Më thonë, është veni për okull, kur rinë okull i ftëft, është veni kur rinë shocat të nkong, të më thonë, një bares që punën që të, një koktelmen, i kokë kërejt senet në dorë, apo kupton është edhe kujdesi me mojtë shumë poster, edhe është shumë i hapur se cili klient e she, qka jena të bo, që shena të llojet klienta kene, mos thëm garant kene krejt ashtë i shtirë me u përcaktu, pa a vinë ma shumë Gjerman, a vinë shqiptar, italian, me që kene edhe Italian food? Miqt shqiptarë vinë mëngjes i pinë kafet espresot, shqiptarët kanë qef me pi kafe, edhe vinë t'i pinë ka 3 kafe, i pinë ka 3 paqeta cigare. Ullum, rrim, bojmë lav me ta kur shkojnë, miqt shqiptarë që i kena, fillojnë me takstishi. Me taksish tani ka njerëz që vinë pej puna, pauza. Me taksish është, sikur me thonë, mesi ditës, koha kur kete kam pauzat, bronqi, edhe do me thonë çmimet bimë për 30%, veç për 3 orë, edhe mbushet, ketë hajnë, edhe iken tani fillojnë çmimet normale. Do me thonë çfarë ore që jo për njerëzit që na kthyen prej 12 deri në 12 deri në 3:30 është me taksishi, do me thonë një picë kushton 20 euro, kushton 9:30. Jo, prej 12 deri në 3 te La Dolce Vita, rruga Sholta Plat, do me thonë, prej 20 euro, 9:30 bjen pizza çdo ditë, pej 12 deri në 3, do me thonë e hone dilla? E hone e premte, se tani shtun e dilla vikendi s'punon kërkosh përveç gastronomisë, për ndryshe, tjerë ti kam pushim shtun e dillën zakonisht, kështu që na jena hop shtun e dillën bile punoj mas shumë të. Birra, po shet një hez Valentin? Tepër shumë. Për t'lu në Gjermania, a ditë fitej 7-1, sa t'jeni goll t'i dush mi qit 100 birra me njëherë. Stafin e keni shqiptar kryesisht, krejt shqiptar, ne mirë është që edhe punëtor tonë e folin, krejt folin gjermanisht, krejt folin italisht. Na jem italian, mund me ardhë italiant për ndryshe, po dy gjuhët i din gjithë qysh. Më thonë e kena nikën atje, ka njerë më duket që ma njerës menojnë që italian vetë. Qysh është eksperienca me klient gjerman, edhe qysh është me klient shqiptar, shambull, qka mund është me thonë, diçka një specifik kulturore kështu. Unë menej që Gjermant janë klientat ma të mirë në botë. Nëse më pyet mu, janë klientat ma të mirë në botë. Hajnë mirë, pinë mirë dhe lajnë bakshish mirë. Edhe nuk ka asnjë ka gjithë shka, se ka pika gjithë po nuk ka asnjë klient Gjerman që sillet keq në ere, edhe lajnë bakshish mirë krejt. Nëse e pin një kafe 2 euro kam t'i lajnë bakshish. Am kallëzën, deri në sa ka ndodhë me i bo bakshish më rana një dite? Bena një dite, Maksimumin në herë që e ke prej? 1.000 euro. 1.000 euro më rana me bakshish? E sa e ki mesatarën, si me thonë, që nuk bjen nërë që ato që i llogarit që kemi marrë të çdo ditë? 300-400 është çdo ditë. Ditëna? Çdo ditë. Atelionet, pensionora? Ato ndahen për gjithë personelin, po paka shumë kjo. Ne ISD, po prap, abeden, se di a keni vend këtu, ne isha pensionu pe i gazetari, se 300 euro dita, Jorgen, janë shumë. Abeden, 30 herë 300, mjashti jo rrym, jo ujso e bakun qeron, jo... të mezën të paksta, Jorgen, vajmë derit shumë. Besom burim, kapi merri tavolinat ma të shtrejta në botë blej, nuk vinë mu ullmo. Është kë koncepti bonkav. Qa puna e qëtyne tavolinat që shto, vlo? Shokën gjithë
Dëq, e kapin krejt ka i birë edhe rrinë që shtu është tripi vetë që ashtu kanë qenë. Bleti profesionale, me pështetse, me qadra s'funksionon, a? Nuk funksionon, është qaj ideja që Po qata dhe po rriët që to, po dhe... Që këtë avëllin me qëto bohen shok për me njëherë kështu edhe ja nisim pim bashk, tani ky lyp 10 birra dhe për këta është e dojnë që të onën socialit, kësaj rrugë që më nëshë mu lidhë me njës. Se kërkosh kejtë që si të avëllina i kishin. Krejt banka janë, krejt janë si banka dhe që shtu kanë qef, nuk ka që i ndrëmë për ndryshe. Bjem puna. Bjem punave që shtu kanë qef, është shumë interesant. Il Camino në Hamburg, në Shulta Plat edhe La Dolce Vita, pronar shqiptar prej të parve në këtë rrugë, u kënaqa, do me thonë, gjithqysh do një monol këto, jo të Hamburgut sigurisht dhe dini këtë vend, se kejtë pëdeshen. Unë jëmë bërën pacolli mos harani. Ku dhe që më shini mu, nëse ju pëlqen që ka bëj, si me vonë, është një varë respekti, Jurgeni e përmeni bakshishin për mua like dhe follow-i, kështu që hajtë mos pritoni një like, një follow, për që report mo, reshare, repost mundësisht.